Ju përshëndesim nga Rezedjeli, nga kuzhina jon e famshme. Mirë se të gjej këtu në kuzhinë, nisim për anvisa direkt nga vendi punës. Direkt. Kemi receta të veçanta sot? Kemi. Apo të njohura për publikun, por të njohura i kemi tash të shishme shumë për çdo që. Shkojmë ku shkojmë, i rregullojmë, i ftillojmë, heqim diçka, vendosim diçka, receta të reja ne nuk mund të kemi për ditë. Por, sepse unë dua që ti recetat e reja s'kemi për ditë, por sepse unë dua që të ngelemi gjithmonë në traditë. E do me rim nga shti? Me bejte e nisim sot. Bizelet, që i kemi tashmë dhe bizelet e reja në treg, mund t'i përdorim, por edhe ato që na kanë mbetur në frigorifer të ngrira, pse jo, mund të jenë shumë efektive në recetat tona, të cilat duan patjetër këto kombinimet, sepse më e rëndësishme është, do flasim dhe nesër faktikisht në temën që kemi menduar, më e rëndësishme jo vetëm është çfarë ne ham, por dhe si i kombinojmë ushqimet me njëra tjetrën. Mbi të gjitha është kombinimi, mbi të gjitha. Për shembull, më pyet sot një grua dhe e përshëndes në mëngjes, më pyet, dëgjoj tha, çfarë do ishte, po mira bimët aromatike dhe patatet. Edhe më thotë me, çfarë do i vendosësh? I them majdanoze, them patjetër. Tha, po mirë, tha, ne, mund t'i vendosim kopër? Po patjetër që i vendos kopër, i thash, po e mira është, i thash, majdanozi. Kopër mund t'a vendosësh kur bën bizelet vetëm, i thash, mund t'a vendosësh thjesht kur gatuan spinaqin. A i di pse tha, sepse unë me tiroide. Edhe më ka thonë mjeku, tha, që të përdor shumë kopër. Po këtu e pas ka hallin ti tash, po vendospi kopër dhe majdanoz, vendosin gatimi, tash ose mrit në mendjen. Kjo ishte biseda e mëngjesit, biseda e mëngjesit. Dhe e përshëndes shumë. Kopër, se kopër nga që është një bimë qetësuese, edhe nga vetë emri latinisht, për ta përkthesh emrin nga etimologjia e fjalës, është qetësuese. Është një aromë qetësuese, një bimë qetësuese dhe tiroidja, njerëzit që vojnë nga tiroidi, duke qenë se niveli i kortizolit është më i lartë, kështu që bimët, erzat, suplementet, ushqimet të cilat japin dhe ofrojnë qetësi dhe jo stres, ndihmojnë në relaksimin e tiroides. Ndaj ndoshta kjo është arsyeja, jo vetëm koprin, sigurisht që mjeku i ka dhënë dhe shumë elemente por fjala ishte për koprin, për të bimët aromatike. Po, është një bimë që ka shumë benefite. Në vaj, vendos patatet. Patatet i kanë vendosur, jo në ujë të ftohtë, i kanë vendosur në ujë të nxehtë. Ja. Dhe i lë që t'i ka urdhis pak. Nuk e hedh ujin e patateve, por direkt e vazot që ne kemi. Ne kemi shumë vazo këtu. Ju shem bimët, lulet, që kemi këtu në balkonin e reportit. I zbusim, po qepën në vëtë edhe është parën, apo jo? Kam qepën e grirë, nëse qepa juve ju të pronë, normalisht, me pelikola e keni. Por, nuk dua të mbetëm vetëm këtu. Marë qepën tjetër dhe e pres në gjysëm hënë, po të doni e prisnin të tillë, në të kundërt nuk ka problem se si e prisnin ju. Po t'ishte brez i gjyshes time, për shumë, do thoshte, e pas ke prej zhallatat mdhaja, por, me gjithë respektin për gjyshet, kështu do receta, do qepën që tjetë i imët, që unë e kam të djeshmen, sepse lëshon më të përlëng dhe dua dhe këto të freskën që të kena atë bashkëpunimin e tyre, atë lidhjen e tyre organike. Kur nuk kanë ekzistuar këto drasat për t'i prerë perimet, gjyshet i kalonin kështu, si kur qëronin modë edhe qepën, edhe domaten, edhe një për një. Të tillë, po. Shpesherë në rinin time mua më ka ndodhur kjo gjë, në rinin time, flas. Unë kam thënë që s'kam gatuar, po që s'kam ndihmuar në pastrimet e gjërat. Sa të doni ju. A e mbani mend pastrimin e orizit nga korpi? Kokër më kokër. Kokër më kokër. Po fasulet që kishin ngurët, edhe dikur thoshim plaka dëgjoj, do të marrim, do t'i peshojmë, sepse kanë hedhur gurë dhe peshojnë më tepër. Një pesh me gjithë gurë dhe një pesh tjetër pasi janë pastruar nga gurët e vegjël apo pa pastërtitë e tjera si që janë prodhuar. Për këtë gatim, mua më duhen patatet që unë i kam prerë në kubik mesatar, ndyra si të dëshironi ju, unë them me vaj ulliri sepse bëhet akoma dhe me mirë, pashtuar gjallë fare,
Më duhet qepa, qepën si ta keni ju, qepa e kuqe jo, duhet qepa e bardhë, ndash frigorifer, ndash pa frigorifer, ndash gririmët, ndash tjetet ju, si të dëshiroj e bardha e zemrës, pa tjetër që kam salcën, dhe unë kam atë salcën që vendos salcën pure, vendos edhe salcën e koncentruar, që është më e trashtë, sikur se ka edhe ngjyrën e ka më të thellë. E kam thënë gjithmonë, ngjyrat janë pa tjetër, sepse ngjyrat tregon vlerat, vitaminat, gjitha këto bashkë. Por, ajo që është e koncentruar, i ka akoma dhe më të fuqishme. Nëse unë do kisha domaten e freskët për shembull, nuk e kam marrë domaten e freskët, sepse doja ta bëja me këtë lloj salce. Normalisht domates freskës unë do t'i shtoja pak sheqer për uljen e aciditetit, gjë që salca që të gjitha i kanë brenda. Kam bizelet i kam të frigoriferit. Pse do thoni ju? Sepse kur ka qenë koha e bizeleve, edhe pak na vjen koha e qershive. E kanë shumë të limituar bizelet kohën që qëndrojnë. Atëherë unë nuk i kam vendosur fare në ujë, i kam lënë që t'jenë të tilla dhe siç kanë qenë freskëta në qese, depozitimi direkt në jo në bank. Të paktën nuk janë tani çmimi ishte 2000 të vjetra i bizeleve me sa pashto të rejat, se e ngatrova pastaj me këto kumbullat e sarta, jeshile, që këshin dalë me 25.000 leki. Sikur që po trektojmë. Kjo ishte arsyeja që unë të japrakët të vura kumbla. Fillona me 25, ose kalon të 20, derisa vitë sezoni që ulet çmimi, por një çmim shumë i lartë. Shumë i lartë, pa tjetër që shumë i lartë. Po duhet kripa, piperi, dafina, pa tjetër që po, bimët aromatike dhe do të lexosh një recetë po ta lexojmë një përmbledhje, se kemi si tradit, ti kemi edhe të shkruara për po patjetër që po. Edhe ti kemi në tryez, po përgatisim recetën e gjellës me bizele dhe patate. Ju duhet bizele, patate, të cilat i ka urdisni prisni në kubik, një qep mesatare ose 2, një lugë gjelle salcë domate, po ashtu edhe salcë të koncentruar shtes për recetën tonë, 3-4 lugë gjelle vaj ulliri, krip, piper i zi, dafin dhe koper. I shkon shumë edhe nëse do të përdorni kur tjetë erën tjetër, se bizelet i kemi gatuar në format të ndryshme, dikush i gatuan me patate, si që po i përgatisim në sot, dikush fut karotën, dikush përdor bizele dhe qep të njoma, pra receta me bizele ka pa fund, dikush i përfshin, i kemi përfshirë dhe në pastiqe mbajmën të receta po më përpara, në salatat ndryshme, në supa, në krem, bizele gjithandej. Tani është momenti të zbutim qepën. Patatet dhe vendos qepën. Edhe pak ose fare yndyr dhe edhe pak Niki, të lutem, e pak sheqer? Po. Jo, kjo është kripa, më duket. Me që solle lërë dhe kripën këtu ta kemi me shumicë. Ja, kjo është me sheqer, se është më ndryshme. Opa, një prekje, kaq. Faleminderit. E karamelizon pak. Një majë vogël sheqer. Shikoj, lëm të zbutet pak. Pa tjetër. E të vazhdoj këj proces që ta shtojmë në momentin dhe në kohën e dur edhe tasin me bizele, sepse tani është momenti që ne të bëjmë ato shkëputjen e radhës, por përpara se të shkojmë të shkëputje e radhës, por rikujtojmë që edhe një pjatë me pasta olla, siç është tashmë në anën tjetër të ekranit, mund të jetë një variant shumë i mirë dreke, por e kombinuar me salca të ndryshme, me perime të ndryshme, cili është kombinimi ju i preferuar? Mua më pëlqen bologneza, më pëlqen. Ajo lloj salcës. Po, mishi grirë, me mishi dhe grirë më pëlqen një shmase. Me pana më pëlqen, pana proshut më pëlqen, me borzilok, pesto borziloku më pëlqen, më e doti. Edhe pesto borziloku shumë. Po me djako, me salcë skuqe. Lirë se ka shumë kombinim, kështu që nuk bëjmë do diferencë. Tani bëjmë shkëputje dhe rikthehemi për vazhdimin e recetës. Dhe vazhdojmë me recetën e bizeleve, është momenti tani të shtojmë salcën e koncentruar dhe salcën puren e domates tek qepa. Pasi e kemi zbutur me pak krip, shtojmë dhe i majluge sheqer, pak ujë në avuj të zbutur. Ja.
Është shumë e rëndësishme kjo pjesa e zbutjes së qepës, sepse nëse ne i shtojmë ujin pastaj për të vazhduar zjerjen me bizelet, pa e zbutur mirë në vaj, pa e marrë atë temperaturën e parë, shtu ngela e qepës, ja. Ne kemi zbutjen e qepës. Shtoj. Masën e patateve, si kurse, edhe bizelet. Pra edhe kombinimi i ngjyrave është i duri për të gjitha i largoj. Për t'i lënë vendin më pas edhe bimëve aromatike, si që t'i shtojmë koperin në sasi, për t'i reguluar edhe shijen, për t'a qetësuar dhe për t'ja dhënë atë lezetin e aromës së këtyre bimëve. Shtoj dafinën. Jeshile dhe dafina që... Masën e ujit, që do jetë, shiko, do jetë paralel me gatimin. Jo më tepër, do thoni po më tepër shtojmë, po që mos bëhet edhe sukur të në tosh në ujë. E largoj, tash më kripën e shtoj me pak, e mbaj pak dorën, e ju e dini atë shprehjen, kush e do kripën e gjellë, e do shumë familje. E do shumë burin. Po burin, pra burin. Kur e ke lënë pak krip gjellën, dhe të burin, vëm ka pakon. Bimët aromatike... në fund pas të gjellë. Bimët aromatike do t'i lënë në fund fare. Po e kemi të kruar me kripën, do t'i shtojmë qik sheqer. Le të shkojmë tek qoftet. Kalem tek qoftet, receta e dytë. Pra përfunduam me gjellën me bizele dhe me patate. I shtuam dhe një gjethe ose 2 të vogla dafine, duke qenë se ka shumë salce, dafina e neutralizon pak atë aromën e fort që ka salca dhe salca koncentruar. Qoftet I kemi me patate. Qofte me patate. Shenjë pak recetën të shkruar. Receta jo në shkruar. E dyta, qofte me patate dhe djath. Mozzarella dhe cheddar nga Arla, kemi zgjedhur këtë djathin e kombinuar. 3 patate mesatare të zjera. 4 lugë gjelle niseshte. 70 gram djath I grirë. Një tuf majdanoz, krip, piper I zi. Qofte me patate dhe me djath. Kemi zjerë patate, dhe tani është momenti që... Lëkurën? Jo se nuk konsumohet lëkura, por në këtë rast të qofteve ne na duhet vetëm pjesa e brumit. Kjo pjesë, opa. Dhe e kaloj në rende. Është nxehtë? Është nxehtë, po. Pra bën brumin pak më të hollë, kështu kur e grinë në rende, dhe pa tjetër që do ta kombinojmë me përbërësit që unë lexova. Pas kur ti shtypim, apo është më mirë në këtë formë? Po, më mirë. Ajo shtypja është... Kjo edhe sikur I fton pak. I jepi atë formën e djathit të grirë. Ajo shtypja është për të treguar pajisin, që ne po I shtypim. Po, më mirë se... Kam thënë, ngrohtësia e dorës të brumit tek gjithë shka, sepse dhe brumin e vendosim brumatricën për atë punë. Por, më mirë të gjitha në mënyrën gjithë shka manuale. E patatet që kanë të mëdhaja. Tani unë 2 patate do përdor, edhe u dogja, edhe... Edhe u posha, që shëvezit janë këto patatet? Atë të të drejtë nuk e di, por patatit janë të kuksit janë më të mirat. Por, po të ishin të kuksit, nuk do ishin të tilla. Se kanë ngjyrën më të verdh, po. Se janë të ndryshme edhe patatet, varietetet e ndryshme, ndryshe për skuqe, për gjellën. Do t'i lë me kaq, largoj lëkurën. Op, dhe lajë duart. Për të krijuar brumin është mjaftueshëm kjo, pra gati 2 patate, 2 patate të mëdha të zjera, i heqim lëkurën, I kemi grirë dhe tani do t'i bëjmë kombinimin me përbërësit e tjerë. Këtu kemi djathin, Arla, me të cilën mund të përgatisni dhe të sajoni lloj recetash
por e përbashkëta e të gjitha llojeve të djathit bashkë me kremin e djathit është fakti që përveç se është një produkt premium i certifikuar, i prodhuar në Danimark, është një djath me përbërës 100% natyral nga mënyra se si prodhohet, gjithë rruga që ndiqet zinxhiri nga fermat e kujdesshme të përzgjedhura deri te ky produkt, është një vije gjatë cilësie, kontrollesh dhe kemi fatin që këto kombinime djathrash ti përdorim edhe në kuzhinën tonë këtu në Rrezë Dielli. Janë variante nga më të ndryshme, ne kemi sjell, i kemi treguar për një pjesë të tyre, të djathit thjesht mozzarella, të djathit mozzarella me djathin Gouda, cheddar dhe mozzarella, kombinime të ndryshme, pastaj mos flasim për kremrat, të cilat ju jeni duke i parë dhe varietetet të ndryshme, që tek ata që vuajnë nga intoleranca e laktozës, për Arla Lacto Free, një krem djathi freskët, për Arlën e kombinuar me erëza të ndryshme, me shije aroma të freskëta të bimëve, dhe po ashtu për Arlën me djathin Natural Light, me një shije më të lehtë, natyrale, por, siç e thash, e përbashkëta është përbërësi kryesor i qumshit, që është qumësht i freskët. Tani, të marrë ca bimë aromatike, është përbërës kryesor në lidhjen e qofteve, llojet e djathit, duke na e bërë atë qoftën kur ta ndajmë, kështu cheesy themi ne. Ja, mund ta tregojmë nëse duket një ngjyra, forma, konsistenca e djathit. Një sy i rahur në kuzhinë nga eksperienca e anvisave e kupton më së miri kur e prek djathin dhe kur e nuhat për freskinë që ai ka dhe për cilësinë. Është mëse e dallueshme për ne që e shohim këtu dhe ju që eshin nga ekrani. Ta shtoj aty se e tregova për anvisat, po më ngeli tani. Vazhdo. Po me. Ja, një pjesë, nuk e di sa do përdorësh nga paketimi. Ja, mund të përdor pak se. Dhe pastaj mund ti mbushim. Por aty, pra, kemi patur brumin e patateve, ka shtuar Albana niseshten, kripën, përse niseshte dhe jo miell, sepse vetë patatja ka amidonin, prandaj dhe vendosa. Ja, e tillë. Është e nxehtë dhe normalisht duhet të ftohet normalisht. Ja, e tillë. Derisa duhet ta lë pak fare të ftohet, derisa unë të bëj dhe salcën e vet. Laj duart. Salcën ku këto qofte do të ngjyhen, do t'i shijojmë në një salcë që ka kremin e djathit brenda, ka pak mustard, kripën piperin për të rregulluar shijen, pak vaj ulliri. Mund t'i shtoni pastaj bimë të tjera aromatike, të cilat janë gjithmonë një domosdoshmëri në kuzhinën tonë. Pra qoftet ju mund t'i kaloni në tigan ose në të kundërt në furrë. Unë i kaloj në furrë që mos bëj 2 herë tigan. Mirë, ja i bëjmë gati. Një tepsi, i vendosim, japim atë formën e rumbullakët dhe i pjekim. Këto si këto piqe, ne do të përgatisim, do të merremi me kremin, me salcën. Furrën e parangrohur dhe lat pak duart me vajun këtu. Masat. Gjysmë luge. Do t'jenë kështu të vogla, nuk do t'jetë qofte... Ja, të voçkla. Biles akoma dhe më të vogla, është akoma dhe më mirë. Sa më tepër të qëndroj brumi, aq dhe më i duhur është, ka më rezultat. Po. Si çdo brum, qoftesh, petullash, sa një kokërare do t'jetë madhësia e qofteve, punimi brumit, duke u punuar... Asnjëherë nuk shtrëngojmë. S'ka nevojë sepse e merr formën edhe me butësi. Opa. Dhe kështu do të merremi me gjithë pjesën tjetër të brumit. Njëra pas tjetrës, lexojmë edhe një herë së bashku recetën e shkruar të qofteve.
me patate, çfarë shtuam tek patatet, pasi i kemi zier, i kemi hequr lëkurën, do të shtojmë pastaj 4 lugë niseshte, djathë të grirë, majdanozë ose koper, sot kemi koperin dhe themi në të gjitha recetat tona në aksion, edhe pse kemi majdanozën në recetat e tjera, kri piper të zi për të rregulluar shijen dhe duke i punuar mirë, jepni forma të rrumbullakta, të vockla, dhe ose skuqeni në vaj për skuqje, në vaj bimor, ose në furrë. Ne do t'i vendosim tani për t'u pjekur dhe së bashku do të rishihemi pas publicitetit. Besoj se do të kenë marrë një ngjyrë dhe do të tregoj pastaj edhe kombinimin e salcës ku do t'i vendosim qoftet. Rikthehemi pas pak. Mirë se erdhët edhe një herë, rikthehemi në rrezen tonë në kuzhinë për të përgatitur një tjetër recetë dhe për të vazhduar me salcën që do të shoqëroj qoftet e patateve, të cilat i gatuam pak më herët. Tani tek salca. Majdanoz. Masën e kripës. Një lugë mustard. Sikurse edhe unë kam vendosur salskosi. Do të shtoj vaj, sikurse spezjeks. Pa tjetër, ti vendos. Bëjmë një masë homogene. Kemi ne, që hapim gjithë elementet aty. Del shumë e shishme me atë prekjen e specit. Largoj të gjitha, tak. Edhe nuk më duhet asnjë gjë tjetër. Në pritje tani të pjekjes së qofteve, të cilat janë këtu tek furra, duke u pjekur, do t'i presim edhe pak, për t'u treguar rezultatin deri në fund të hapësirës tonë, dhe më pas i servirim me salcën e sapo prodhuar. Salcë ose dip. Atëherë, ja të manjit që të votë. Përhapen aromat, shihet në këtë përzierje, në këtë kombinim të përbërësve, siç e thamë që është shumë e rëndësishme mënyra se si ne i kombinojmë shihet. Ja, i vendosim pjesën tjetër të qofteve këtu. Dhe me atë prekjen e vogël të specit, farave të specit djegës, natyrisht që kemi sjellë një tjetër shije. Është edhe për petullat i shkon shumë, qofteve i shkon shumë, salcës mishit, të peshkut. Pra është, kur themi ne, është një salcë sejve, sigurt. Multifunksionale. Dalemi. Provoj shijen dhe lugën këtu. Dëgjo. Unë iki. E di ku? Ku? E bra një gabim? Ke shtuar shumë specia? Jo. Mund të shtojmë një nga këto kremrat, krem djathi. Del super ekstra. Del super. Ose thjesht sa bëj unë? Arla që është menduar mirë për këto kombinimet e vakteve, e kemi të gatshme një prej kombinimeve të kremit me... Sa të bëj unë gjërat e tjera, ti e merë dhe e punon vetë aty. Jep një... Po marrë këto me erza. Këtë dua shti. Jep një shije akoma më të veçantë, më velvet. E them edhe më velvet. E më ndasht. Spes djeks një i tillë është i duhur. E ta kalojmë këtu që ta... Bravo. Hapim një nga paketimet tona. Si që thamë, këto janë kremra që vinë nga Danimarka. Janë në pronësi të fermerëve, duke patur parasysh që vetë fermerët që rritin lopët prodhojnë kremra djathra me qumësh të freskët dhe një prej tyre është ky kombinimi me erza të ndryshme. Ta shtoj këtu në të gjithë të ta përziem dhe i rregulloj pastaj shijen. Është një krem shumë delikat, shumë kremoz, me një shije fantastike të lehtë. Ja. Në përzierje me koperin dhe me kremin tjetër që përgatitëm. Ne jo vetëm që i shtojmë edhe sasin,
ndërkohë përmirësojmë teksturën, sepse është një krem që punohet shumë lehtë, përhapet shumë lehtë. Kjo nga freskia e përbërësve. Mbajni pak në frigorifer dhe është i duhuri. I duhuri për të shoqëruar qoftet me patate, që janë duke u pjekur në furrë, do të presin të marrin atë ngjyrën e kuqere, ndërkohë Albania është duke punuar me brumin e petullave. Kemi recetën e petullave tani, shohim së bashku se çfarë ka patur në tas, fillimisht para se të punohesh e brumi, sepse për të marrë pak kohë duhet të punoj, të qëndroj deri të marrë këtë formën që duhet. Ndaj së bashku i hedhim një sy. Çfarë është kjo moj? Kilat e qeparojit. Kilat e qeparojit. Tamam, dhe me theksin e qepariotëve po e themi. Jo, më jo. Po! Miell, 500 gram. Pra, 2 gota plot me miell. 2 vezë, 1 gotë kos, 1 lug çaj krip dhe 1 lug çaj sod buke. Thjesht fare, miell, kos, vezë. Është zënë brumi, e kemi lënë që të pushoj pak. Dhe tani e hapim edhe këto petulla, pasi ti kemi skuqur. Ideale është kombinimi me një krem djathi, për shumë me kremin ideale është për t'i ngrënë dhe për t'i shoqëruar me kremin e djathi. Kjo është më saktë. Se ti ngjyej këtu të paketimet. Kjo është jo, ma mos këto. Bravo, mos u... Ose të shia e thjesht fare pa kombinime erzash. Ose pastaj për ato që duan një tretje më të lehtë, këto që janë pak intolerant ndaj laktozës, kemi laktofrinë. Kremi vendosin i kastravec është akoma dhe më mirë, kur doni një freski. Flas sepse duhet që të ngrohet vaj. Patatet nuk duan shumë Niki, edhe për të ashtu sepse janë të. Erdha! Se u fik. Erdha, mos ma mbyll dhe erë. Ato thjesht duhet të mpiksen pak, të forcohen dhe të buta duhet të qëndrojnë. Të buta sepse brenda kanë dhe djathin, mozzarella dhe cheddar, që i shtuan petullave. Ndërkohë tani, kjo peta e brumit hapet deri në një madhësi të caktuar dhe më pas e presim në pjesëza mesatare për t'i skuqur në vaj. Vaj për skuqje, vaj bimor, cilin e kemi vendosur në tigan. Pra edhe njërë për bërësit, miell, kos, vezë, krip vetëm. Ju mund t'i vendosi si të doni, Kilat e qeparojit. Për shembull, edhe radhën e kaluar kam bërë një prerje të tillë, por e kam më kollaj unë vetë. Atëherë, si ti bie, i bie kështu. Hajde ja. Dalë, hop. 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 Gati që nga vaj. Po. Aty dhe rrisim pak volumin e tyre. Brumi duke ti mirë, marrë një tekstur të butë. Duhet jetë i ardhur kur flasim. Jo nga jashtë, e dini shumë mirë që Ola është këtu, por duhet të qëndroj. Dikur, fëmijët që zgjidheshin për shembull për të luajtur diku një film, ose fëmijët që ishin pak, vajzat që ishin pak të llasuara, nuk e di pse kishin emrin Ola. Është edhe një film me Ola, biles. Është një si fjalë ledhatuse. Po. Olka. Boll e ka ledhatu veten edhe Ola, por është për të ledhatuar. Ja. Këtu. Shiko si fryhen. I kthejmë. Dhe brenda janë shumë me ajër. Dhe po t'i bëjmë pak më të mëdhaja, me atë zgavrën e ajrit që krijojnë aty brenda, dhe mund t'a ndajmë, mund t'a mbushim me çfarë të duam. Me djathë. Duken super të mira. Ja dhe kilat e qeparojit, tani nëse ju po në ndishni, do mos pjesa e jugut, mund të na telefononi, kemi pak minuta, duhet të kemi pak minuta në kohë në dispozicion, mund të vendosim numrin në ekran dhe të presim telefonatat e anvisave, ato të qeparojit. Unë do përshëndes një zonë që nuk është e qeparojit, është në Lirien, që ne na ndjek vazhdimisht, dhe të them të drejtën,
Unë nuk pranoj për shumë që të dëgjoj. A thëti kota shi kjo. Jo, nuk e pranoj këtë gjë, se unë jam shumë modeste. Kur po flisim për Arlën, edhe sepse unë gjithmonë dua të vërtetoj gjërat, më tha njëra që vërtet Arlën ajo është në Spanjë. Edhe përdoret, sepse normalisht ka një përdorim të gjërë dhe një gamë të gjërë gjithandej. Edhe më thot, ju ndjekim nga Spanja. Nga Spanja është këzonja që të ka shkruar. Të kam thënë që nëna veç juve ju ndjekt, shikon mesazhin nga Spanja dhe ty ta dërgova. Do t'i thuash nëna si them shumë faleminderit, se ka emrin nëna, Liri. Nëna Liri, të falenderoj që ti ndjek Rezen, dhe Rezja dhe ngrohtësia e diellit asnjëherë mos u ndaft nga jeta jote. Ju puthim, ju përshëndesim sidomos zonjat dhe anvisat që na ndjekin nga jashtë kufive të Shqipërisë, dhe janë të shumta sepse shohim që na shkruajnë në rrjetet tona sociale, në kanalin tonë zyrtar në YouTube, vetëm kështu e kuptojmë se sa ju kemi ndikuar në ditën tuaj. Dhe për juve që jeni duke na ndjekur nga Shqipëria, nga qytete të ndryshme, kemi lënë numrin në ekran që mund të na kontaktoni për emrin e petullave të qeparojit, kilat e qeparojit. Si gatuante gjyshja juaj këto petulla? Si e theti me ato seksin? Kilat e qeparojit. Nuk ka ndonjë diferencë nga petullat e tjera. Po, shiko, sepse to janë në formë balone, ja. Tamam në formë balone, dhe ta lëm të ftohet njërën dhe do ta ndajmë në mes. Dhe fillojmë sërisht. Opa. Vaj tani është tepër ideal. Po. është i duri tani. Shiko si Ti ke thënë gjithmonë që këto të dytat janë më të mira, por duket se na dorën të parat. Na dorën të parat super të mira. E kam zuri dora këtë më të madhen. Jeme syrin e tigrit. Ja. Brënda, si që thash, janë kështu me zgavra, bosh. E bërë ku e bërë. Të cilat mund të ambushin direkt me Hapra, bëjë punën tamam. Ja. Mund t'i mbush një kështu. Mirë, shie shumë e mirë. U e bri për vete kjo, wow. Urdhra. Jo, është kismet yt, jo zëma ime. Dhe pak. Ja të presim telefonatën se konsumoj do tani. Mirë mëngjesi. Kriti se të ndimë. Përshëndetje. Mirë mëngjes. Ua. Mirë mëngjes. Këpo kemi në të vëtë sklermore, fare të vogël e ke marrë. U tregova kështu. Po s'ka problem se kemi boll të tjera, kemi dhe brumë ende, shifre tigani dytë, si balona vërtet, dhe duket që është tamam brumi duhur për këto kile. Kilat e qeparojit që në kërkan fantastike. Aman, ma bëni hallat, lutëm shumë se i pas kam vëm pak. Të lumë shinduart. Kjo është shia. Kemi apo jo telefonate, mirë presim? Me këtë shie. Mos ungutë. Për mëngjes. Mos ungutë, dalë marrem. Këto pa. Pale kjo e dyta. Kjo tigani dyta ka të shumë mirë. Mos kanë një sekret tjetër këto, se shumë të mira nga kanë dalë sot. Janë të qeparojit, tash. Presim një telefonat, kam bëritur. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Mund të flisni? Kemi dikon në linjë? Okej. Ne do jemi drejt përfundimit të recetës. Do t'i sjellim edhe qoftet e patateve, nuk e dëgjojmë telefonatën, nuk e dim nëse ka ndonjë problem. Kjo shemja, po ja se duhet të përfundojmë një emisionin. Shif. Gatimet e nisëm me gjellën me bizele dhe me patate. Shumë e mirë gatare dhe duket që është dhe lëngu i plot. Është trashur, ka marrë dhe një ngjyrë të mirë të salcës. Kilat e qeparojit, të cilat u përfunduan, shoqëruar me një krem djathi nga Arla, të llojeve të ndryshme, ose mund të zgjidhni kremin natyral ose kremin me erza, dhe kjo është fantastik këtë që lyema unë këtë petullën. Dhe kemi dhe qoftet, Albana o t'i sjellë sa të vendosi dhe petullat e tjera, qoftet e patateve, ndërkohë vazhdon të bie Erzilia, ka shumë telefonata, por nuk arrit të dëgjoj asnjërin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Nuk e kemi prap telefonatën? Nuk na dëgjon.
Nuk e dëgjojmë, nuk na dëgjon. Marim dhe qoftet, Albana? Patjetër që po. Okej. E sjellim edhe tepsin me qoftet e patave, ato duken shumë të mira. Kanë dhe djathë të grirë brënda, mozzarella dhe cheddar. Në momentin që ftohen për shembull, atëherë do t'i shoqërojmë me këtë. Është më e kollajt për shembull për t'i shkëputur, ë? Nale. Po, se tani janë pak të qullta nga sa të ftohen pak, lëshohen. Lëshohen. Lëshohen qoftet, lëshohen petullat. Ande vetëm petullat që s'lëshohen, vetëm shkrihet brenda. Në shtratin e vetë. Më të mira se që në kanë dalë sot, nuk e di se që kanë një Bravo sot që mua! kanë dalë. Bravo mua! Bravo, këtë nuk e di më të qenë shumë sot. Ka qenë koha e qëndrimit ndoshta e brumit më mos shumë. të thot jo vajzë Albana, bravo, po jo po, brumi, po jo po këtu. Po, si e brënda brumit? Ke zënë brumin, ka qëndruar brumi, pasta janë elementë kombinimi i dur. Po pa tjetër më është mjeli, një mjel i mirë bën një brum të mirë. Mjafton punojen i mirë, nëse jeni zënë me burin. Mos i bëni këto petu. Jo, bëjni, punojni brumin me nervozizëm, mirë, sa më shumë të punohet brumi dhe sa më nerv të ketë, do keni këtë fryrjen. Jo, po pastaj do t'japim që dashurinë, se s'fryen ato pastaj. Me dashuri fryen. Mirë, ne ju përshëndesim nga kuzhina dhe ju lëm takim sërish në kuzhinë nesër në po të njëjtën orë këtu në Lezë Dielli. Na bëfshin mirë. Mirë se erdhët në Bima dhe Shëndeti, në një kohë kur stresi, ushqimi i përpunuar, mungesa aktivitetit fizik pra jeta sedentare janë pjesë e përditshmërisë tonë, balanca hormonale prishet. Sot do të flasim për testosteronin, hormonin kryesor mashkullor tek meshkujt edhe tek të rinj, të cilët në ditët e sotme për shkak të këtyre faktorëve, por dhe shumë të tjerë, sa vjen edhe po ulet sidomos në moshat e reja. Çfarë po ndikon dhe si mund të rrisim testosteronin tek meshkujt në mënyrë natyrale? Jemi doktor Ylli Merjan. Mirë se erdhët, doktor. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Dhe japim edhe disa formula, disa përgatesa të vogla, të cilat mund t'i ndihmojë ata të cilët kanë testosteron të ulët, por më parë le të kuptojmë se çfarë është testosteroni dhe cilat janë funksionet e tij në trupin mashkullor. Po, patjetër. Atëherë, është një hormon i cili në trupin e mashkullit është në vlera të larta, nga 500, 300, 500 deri në 1000 nanogram për decilitër, por që gjendet edhe tek femrat, por në raporte shumë herë më të ulta. Por që tek të dy personat, pra tek të dy këta njerëz, ky ka një funksion shumë të rëndësishëm në organizëm, edhe pse është në këto vlera pothuajse kaq të ulta. Për shembull, nëse do të marrim për shembull një mashkull dhe ka testosteronin e lartë, ai do të jetë si ky në figurë. Pra me një trup muskuloz. Ja, se nuk e kemi zbuluar plotësisht, nuk e di, Leduolli është enkas për të treguar që si duhet të jetë trupi një mashkulli. Po, patjetër, po. Pra, ka një masë muskulore të madhe, ka një lidhje midis muskujve dhe kockave shumë të fortë dhe ka kocka të forta dhe të shëndetshme. Këta njerëz janë të prirur që ta mbrojnë këtë strukturë për një kohë shumë të gjatë. Pra, nuk vuajnë më nga ajo humbja e masës muskulore dhe nuk do të vuajnë, nuk do të preken, si thuash, nga osteoporoza. Por nuk mjafton vetëm kaq. Atëherë, ky tregues i lartë, kjo gjendje fizike rrjedhimisht do të shoqërohet edhe me një libido të madhe. Është aktiv, edhe ka energji, ka një humor, ka një balancë në ruajtjen emocionale të trupit të tij. Pra është, si thuash, me parametrat brenda vlerës, por nuk është tek ajo 300 që thash unë, po ndoshta është tek vlera 1000 maksimale. Krahas kësaj, ky nivel testosteroni, ky tregues fillon që të na japi vlera shumë të mira edhe në drejtim të eritrociteve, pra në drejtim të prodhimit të rruzave të kuqe të gjakut. E duke qenë i tillë, atëherë organizmi edhe proceset e tij nervore, pra gjendjet psiqike, aktivitetit, veçoritë psiqike, nuk i zhvillon si një njeri i lodhur, si të themi,
por është aktiv dhe është emotiv gjatë gjithë ditës. Ka një humor të këndshëm e gjithë shka. Si të thuash, i ka me vërtet punët në vit dhe do që të bëjë edhe pak humor në mënyrë që dashur pa dashur, ky ta mbaj nivelin e testosteronit në trup në nivele gjithmonë në vlera të larta. Krahas kësaj, ky person, për shembull, nëse flasim për një njeri që tregon shumë kujdes për mbajtjen e testosteronit në nivele të larta, ky nuk duhet të merret vetëm me forcë, kështu me ushtrime fizike, por do të jetë një seri faktorësh që ky duhet i respektojë gjatë ditës në mënyrë që testosteroni, i cili është një hormon mashkullor, dhe që varet shumë nga mënyra se si neve reagojmë me ambientin dhe me mjedisin, atëherë do të dimë që edhe në rastet kur ai ulet, pa diskutim që do të gjejmë mënyrë dhe rrugë për ta ngritur. Si të thuash, pa ka një limit deri ku mund të mbahet pastaj balanca, nëse testosteroni është shumë i ulët, a ka mundësi që të arrijë vlerat që dëshirojmë? Po Dhe a lidhet kjo me moshën? Pra në çdo moshë mund të kemi mundësi të arrisim testosteronin? Po, pra le të themi që shiko tashin, një njeri lind dhe ikën këmbadorazi, zvarë, këmbadorazi, qëhet në këmbë, ecën, vrapon, pastaj fillon të kruset pak, pastaj fillon të mbajnë në një bastun këshu, e nga një herë edhe ndojnë mjetë ndihmës tjetër e kështu me radhë. Pra si të thuash, kjo është jeta e njeriut. Por, një njeri që e mban trupin drejt gjatë ditës dhe është kërkues në vetë vete, ai nuk do kërruset si dikush tjetër. Pra, ka ditur ai si t'i shmanget kësaj. Një njeri që bën ushtrime gjatë ditës, nuk e ka të cervikalen shumë të theksuar. Do me thënë, truri ushqehet shëndetshëm. Atëhere, po ushqyet truri shëndetshëm. Po qese proceset e metabolizmit do t'jenë brenda atyre kuadrateve ku organizmi si një i tërë të funksionojnë në mënyrë të sinkronizuar, atëhere edhe balanca, si të themi, midis testikujve, hipofizës dhe hipotalamusit do të jenë në harmoni gjatë gjithë jetës dhe këto do të dinë si të ruajnë njëra tjetrën. Nëse ne do të tregohemi për shembull, po le të themi do marrim një mashkull i cili do ushqehet me gjërat për shembull që hanë më tepër femrat. Do vendosim parfume në fytyrë, tamam si femrat. Do vendosim që atë jetën ta bëjmë për shembull duke luajtur PlayStation, duke luajtur me telefonin, duke bërë një jetë sedentare, atëre ky njeri ndoshta nga padia, po prish parametrat e tij hormonal. Pra po thoni që edhe parfumi ndikon në çekuilibrat hormonal? Po sigurisht që po. Ne nuk e përmendëm kot lidhjen midis sistemit nervor edhe testikujve. Por, shiko çfarë bëjnë hipotalamusi dhe hipofiza. Shiko, këto mundohen që të nxitin testikujt të prodhojnë hormonin e testosteronit. Kur neve vendosim një parfum në fytyrë, që më të shumë ku të duam, në sqetulla, në trup, në fytyrë e kështu me radhë, këto do të kapen nga receptorët e hundës. Dhe ky do të marri diçka për shembull dhe thotë, kam një parfum, po vret mendje se çfarë është. Kjo pak rëndësi ka për neve. Sistemi nervor tashin ngatëron. Dhe mendon se kjo aromë parfumi që e ngrë pak aktivitetin e sistemit nervor, se ai sikur të tërheq në botën e tij ai parfumi, mendon që niveli i testosteronit po rritet në organizëm. Dhe çfarë bën ai? E ul prodhimin e tij dhe hedh estrogenin, një hormon tjetër. Femëror. Po, kështu që ky hormon i dytë tashmë nuk tregon më forcë mashkullore. Po edhe tek femra, për shembull, nuk tregon më një nevojë për libido, për marrëdhënie seksuale, por tregon për një gjë tjetër. Do me thënë, rendim tek një estrogen i ngritur,
që do të thotë, do të tregojmë kujdes për një lëkurë më të butë, më femërore, për ato fjalët më femërore, po të tregojmë kujdes për thonjë, për t'i lyer, për t'i bërë e kështu me radhë. Pra, kjo disbalance ma dhe ulja e testosteronit dhe rritja e estrogenit reflektohet erdi në në këtë rast vetëm nga kjo. Ne gënyem sistemi nervor, ky mendoi se shiko, trupi e pas ka nivelin e testosteronit e ngritur, dhe po të jetë i ngritur testosteroni, përsëri ka efekte negative në organizëm. Bëhet një njeri i papërqendruar, bëhet si thua pak i egër në marrëdhëniet me njerëzit, nga njerë shfaq shenja nervozizmi dhe truri si thua për të mos harritur në këto pika kritike e ul prodhimin e testosteronit. Po e ullë sepse është mashtruar, është gënyer, jo se në të vërtet ishte, le të themi, 700 nanogram, për shembull për decilitër. Po, të tjerë shkaqe, të tjerë faktor, përmendëm disa të cilat faktor të tjerë që e ullin, për shembull, po, neglizhohen pa e ditur. Për shembull, ka të rinj që ata shtrihen për gjumë në orën 2 të natës. Kanë prishur atë balancën, jo më balancën cirkadiane, por kemi arrit në një balancë tjetër. Nga ora 12 e natës deri në 3 të mëngjesit, mëlçia si thua është bën një detoks, një pastrim dhe një rregullim të qelizave të saj. Po ajo trupin dhe trurin e do në qetësi. Kur ti je aktiv, ajo nuk ka kohë të merret me këtë punë, se do të rregulloj proceset e tjera, jo tretjen, jo proceset e menaxhimit të kolesterolit, të çojë yndyrë në për qeliza që të digjen ato se ky do energji. Pra, filluam ta prishim pak këtë. Po qëndrojmë, shohim televizor, për shembull, ose kjo sëmundja që po e bren brezin e ri telefonin. Ekranet. Pra, përveç se qëndrimi deri në orët e vona, po këto qëndrime shoqërohen dhe me ekranet përballë. E vret shikimin 3 herë më fort se televizori. Pra drita e telefonit është shumë më e fortë se e televizorit. Është minimalisht 3 herë. Ajo vret nervin optik, nuk diskutohet. Kjo fuqi drite e pasqyrohet në tru. Truri me kalimin e kohës do thotë ta zbeh pak dritë që më vjen, e çfarë do bëj? Do krijoj një perde aty. Tek syt. Pra, shiko si bie organizmi krejtësisht në mënyrë të paditur. Atëre, mbaruam edhe me këtë proces. Kemi të tjera, për shembull, unë vëre që kur shkojnë njerëzit në për restorante, marrin ca gjëra që atyre ndoshta duket me të maskuara mbi vete, kështu e po ta shohësh ai ka një copë mishe mbi vete, ca xhelera, ca gjëra e kështu. Atëre, sa më pak nga këto shtesa. Merë ëmbëlsira, për shembull, edhe ajo është e përzier me 10-15 lloje të ndryshme. Edhe kjo ka gjëra të maskuara në brendësi, që dashur pa dashur do të na ndikojnë për keq pra në uljen e testosteronit. Dhe jo vetëm, edhe në shumë procese të tjera, po me që po flasim për testosteronin, patjetër që ka një ndikim të drejtë për drejtë, mënyra se si ushqejmë, se si flemë. Po, mënyra si ushqemi. Unë kam qenë mbaj mend, isha më duket një 10-12 vjeç, dhe po vija nga Tirana me tren për në Ballsh, do shkoja në fshat, një vic. Edhe ishim ullur 6 veta, një grua plak, unë edhe 4 të tjerë ishin shoksh. Dhe filloi njëri nga ata, kam ngrënë brëndha një tranat shishme, tha e këndshme e kështu. Unë tha një çaj të veçantë, tha nga kështu, dhe edhe një copë djathë e kështu. Filloi dhe ai tjetri po kështu. Edhe u thot kjo plaka, a tu thot një gjë nëna, i tha. Po i than ata, kjo u fut rishas. Unë isha fare. Edhe tha dëgjoj, tha, unë u dëgjova me kujdes, tha. E që të mos u bëjnë juve gratë, tha, që të kërkojnë, tha, për të bërë dhe ato në qikë qej, tha. Që dojë bështi gruas me trana, po ti me qaj, po ti kështu. Burra qena, tha, hani shpatull mish, tha, edhe vazhdonin punën. Po pra, po e hani shpatull në mishit, po e hani nga mishi mirë, i rritur në natyrë, pra, edhe shpatull mishi, po pa gjëra brënda, kështu, qingla-mingla që hajta gënjejmë njeriun. Pra, duhet vemi tek ushqimi, tek ai ushqimi i mirë, tek ai ushqimi që është në rritje natyrale, jo me hormone, dhe pa diskutim që këtë treguesin e testosteronit, meshkuj do ta kenë në vlera të larta. Po kështu edhe femrat, megjithse këto mund të themi e kanë nga 6 deri në 10 herë më të ulët se sa meshkujt. Sigurisht, dhe prandaj femra ka më pak peshë,
trupore, ka më pak mas muskulore, ka kockën pak më të dobët e kështu me radhë, vetëm për fajin e kësaj, për shembull. Por nëse kjo është më e ulur se kjo normë, atëherë, pra po t'jetë më e ulur se 50, për shembull nanogram për decilitër, t'jetë 35 e kështu me radhë, edhe tek femra fillon që të shuhet dashur pa dashur kjo dëshira e lipidos për marrëdhënie seksuale, për shembull. Në këtë lloj industrie masive ku të rinjt konsumojnë ushqime jo natyrale, po ushqime të ngarkuara, të përpunuara, të industrializuara, si e shikon të ardhmen, doktor? Se po flasim për testosteronin e të rinjve, një rënje e nivelit të testosteronit tek të rinjt kryesisht. Po, në të vërtet është shqetësuese. Po të veprojmë, po të ecim në këto rrugë kështu, pa ditur se ne duhet ta mbrojmë trupin tonë në të gjitha ekuilibrat e tij, pasojat do të jenë të tilla. Për shembull, nëse ne do të marrim, do të shikojmë njerëzit që vinë në klinikën tonë, ka që vinë edhe për këto problematika, pra këta nuk janë në gjendje që të lënë një trashëgimtar, për shembull. Ka edhe shumë shkaqe të tjera, më kupton? Por ajo duket që këto shkaqet në një panoramë janë të gjitha. Shumë, po patjetër. Shumë ka lidhje me këtë, me mosdijen, domethënë. Pra ky është keq trajtuar dhe ka arritur në këtë pikë, që do të thotë, nuk ka më spermatozoid me progresion të shpejtë. Nuk ka spermatozoid me formë të rregullt, që tjetë ashtu si shigjet, po janë të shtrëmbër, pa bisht, pa kokë, e kështu me radhë. Pra është një çrregullim në cilësinë e spermës, që rrjedhimisht ka lidhje me këtë. Pra shiko, u fut në rreshtat e infertilëve edhe një njeri tjetër. Por ka njerëz të cilët mezi e hedhin një fëmijë në dorë, për shembull, dhe shfaqen ato dobësitë e tyre në marrëdhëniet seksuale. Dikush do thotë, banale kjo. Po jo, më vjen një moment për shembull që s'është as pak banale, madje duhet të jetë as tabu për ta treguar në ekran dhe për të dhënë këshillat e dura. As edhe turp për të shkuar tek mjeku dhe t'i thotë, shiko, ne si çift kemi këtë problematikë. Dhe si mundet që kjo të zgjidhet? Dhe patjetër që, shiko, mjekësia sot, shkenca ka zgjidhje, ka gjetur mënyra të shumta, por unë do të thosha, si që është ai parfumi që është industrial dhe që dashur pa dashur në ai ul testosteronin, mund të përgatitet një parfum natyral që të ketë këto vajrat esenciale të bimëve. Dhe kjo nuk e bën atë veprim negativ në organizëm, por bën të kundërtën, të jep një mobilizim të përgjithshëm dhe të ndihmon që këto proceset hormonale, jo vetëm të testosteronit, por edhe të tjera të mos prishen. Si do ishte për shembull një parfum natyral, doktor? Meqense ju e përmendët, duke përzirë disa lloj vajrash? Do të ishte shumë më mirë, po. Sikur të mbaheshim tek ajo tradita, për shembull, e vjetër, e atij trëndafilit, sikur të gjënim këtë barbarozën, zhumbrica që ka një aromë shumë të mirën, livando që ka një aromë shumë të mirën, bari bletës gjithashtu. Vajra, të gjitha këta? Duke bërë për shembull, ndoshta një kombinim sipas raporteve, atëherë nuk do të rritej për shembull kortizoli, nuk do të kishim njerëz nervoz. Pse? Se bari bletës e qetëson këtë. Dhe thonë ca ashwagandha, duhet përdorur kjo. Jo. Ke barin e bletës, ke mendrën e butë, ke këtë livandon, ke sherebelin, që janë bimë të tokës tonë dhe ndihmojnë në qetësimin e sistemit nervor. Këto ulin kortizolin, ulin nervozizmin dhe organizmi pastaj vepron në mënyrë të sinkronizuar për të marrë dhe për të mbajtur atë testosteronin në nivelin e duhur. E thash për përpunën e parfumit se është diçka e përditshme që përdorin dhe të vegjëlit dhe vajzat, kështu që më mirë duke gjetur disa alternativa, se ka ardhur koha të gjejmë alternativa natyrale për të shmangur sa më shumë kimikateve, të cilat sigurisht po prishin atë balancën hormonale, sepse hormonet dim që janë dirigjentët e trupit tonë. Duke prishur këtë orkestër dhe këtë dirigjim, sigurisht dhe funksionet dobësohen. Ose le të vemi te tartufi, po, tek tartufit, cilin shumë thjesht, mund t'i marrim ato tuberet e tartufit, t'i pastrojmë mirë, i grim dhe mund t'i vendosim ose në vajin e ullirit, ose në mjalt.
që të dy, edhe vaj ullirit, edhe mjalti, janë dy produkte natyrale që me vërtet ndihmojnë në mbajtjen konstant të vlerave të testosteronit. Këto vlera maten përmes analizave, besoj? Po pa tjetër, unë përmenda që para ato vlerat, për shumë që një testosteron normal duhet jetë për shumë tek meshkujt nga 300 deri në 1000 nanogram për decilitër. Tek femrat nga 30 deri në 50-70. Atere, ky është testosteroni si thua total. Por, le të vemi pak më tutje, pra të depërtojmë më në brendësitë të tyre. Ai që është më aktiv dhe që e mban njeriun aktiv të jetë në lëvizshmëri të plotë e kështu me radhë, është testosteroni fri, ose ky i liri. Atere, ky po të jetë në raportin e totalit 3%, 3.5, 2.5 e kështu, është shumë mirë dhe është brenda normës. Pra, testosteroni i lirë, ky i jep këto energjit shpërthyese, ky e krijon edhe atë libidon, ky krijon edhe atë zhdërvillësinë, le të themi, gjatë marrëdhënieve seksuale. Qartë. Pra këto analiza duhet i bëj çdo mashkull për të parë pasqyrën e tij hormonale. Ku ndodhet, po. Dhe kur duhet të shkojë? Kur fillojnë këto shenja? Çfarë simptoma duhet të ndjejë? Ti përmendim hap pas hapi, pas publicitetit, që ti tregojmë të detajuara se kur duhet të shqetësohet një mashkull nëse ka apo jo testosteron të ulët. Cilat janë shenjat apo simptomat që tregojnë se një mashkull ka nivele të ulta të testosteronit? Çfarë përjeton, çfarë ndjen ai? Atëherë, ndjesitë e para janë lodhje, një këputje trupore dhe një rrallim, le të themi, i marrëdhënieve seksuale. Rënje dëshirës. Rënje dëshirës, jo vetëm që s'ka dëshirë për shembull, por edhe ai si proces nuk i vjen kështu në mënyrë të natyrshme, dhe ai vjen gati sikur harrohet. Atëherë fillon edhe nga njëherë një ftohje e marrëdhënieve në çift, sidomos tek çiftet e reja, dhe ky njeri pastaj bëhet nervoz në veten e tij. Pra, dashur pa dashur, fillon që të rritet kortizoli. Por le të ecim më tej për shembull. Atëherë, prostata prapë është një organ mashkullor që edhe kjo ka një funksion, që gjatë marrëdhënieve prodhon një lëng kështu prostatik, po që është edhe qendra dashurore e burrit. Po nuk ishin këto në lartësinë e duhur, dhe prostata fillon të degenerojë nga funksioni i saj, që do të thotë fillon edhe kjo të zmadhohet në terezinë e saj. Pra u krijua edhe një problem tjetër. Atëherë, ka plot të tjera pastaj që në lidhje, në varg me njëra tjetrën, si thuash, ky zinxhiri i jetës fillon sikur të hollohet dhe ndoshta të këputet tek këta lloj njerëzish, në qoftë se ata në vetveten e tyre do të mbulohen nga nervozizmi dhe plogështia. Pra, në momenti që ka një lodhje, një këputje, një rrallim të marrëdhënieve, ky duhet të bëjë të paktën një kontakt me mjekun, ose të shkojnë në një laborator të bëjë, sikur me pakta, testosteronin dhe testosteronin fri. Pastaj, mund të bëjë përsëri një SHBG në laborator, pra një hormon seksual, por mund të bëjmë edhe LH dhe FSH. Pra, një është hormoni luteinizues dhe tjetri është hormoni që lidhet me fertilitetin. Atëherë, nëse këto kanë rënë me vërtet që të gjitha, atëherë ky duhet analizoj pse po më ndodh kjo gjë. Pra si veproj unë, se ne nuk folëm kot që organizmi, në veçanti testikuj dhe sistemi nervor, në raport me këtë testosteronin, vepron në mënyrë të ngushtë, në lidhje të ngushtë me atë çfarë njeriu bën gjatë ditës. E kuptova. Atëherë ky duhet të bëjë ca korrigjime, pa diskutim. Dhe këto korrigjime sigurisht duhet të fillojnë me ushqime plogështia, vrap dhe ushtrime force, në të kundërtën e saj. Po, nervozizmi me një dëshirë ti flasi gruas me të mirë, të përqafohen, të bëhen, po patjetër. Po s'ka dëshirë ai, duhet ta ndihmoj edhe pak gruaja mbase. Se përderisa këto nivele janë të lidhura drejt për së drejti me energjinë seksuale. Më vinë mua kështu çifte kështu dhe marr i them, ishte burri për shembull që ishte në këtë rrugën e tij të nervozizmit e kështu. Edhe i them gruas, unë gjasme i shkrova një recetë, do e puthësh 40 herë në ditë.
E morja grua e lexoj, doktor më tha, rënd më dënove, po unë do ta bëj, tha. Pra, edhe gruaja duhet ta... Po pse 40 ja dhe? Kishte dhe një arsye kjo shifra? Po unë thash për humor. 40 mëkatet ishte një libër. Mirë. Pra, edhe afërsia në çift ka shumë të bëj, por shumë e rëndësishme është ushtrime force, ngritje peshash, vrapi dhe do të vemi pa diskutim tek ushqimet. Po, tek pjata. Atëhere. Çfarë do të ndihmonte, cilat bimë, përzierje, ushqime do të ndihmonte te rritja e testosteronit? Nuk zgjidhet kjo punë nëse do ham domate, sallator, gjethera e kështu me radhë. Atëhere, do disa ushqime, po vitaminoze, tamam, do vitamina ajo punë. Atëhere, ku i gjejmë këto? Po i gjejmë për shembull tek arra, po i gjejmë te bajamet, tek lajthit, tek këto, por njëkohësisht mjalti dhe mbi të gjitha, le të themi, që rregullon edhe anën nervore, edhe rritjen e testosteronit, është qumshti i bletës. Krahas këtyre, erzat luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Mora njëherë në Amerikë një libër, një 3 kg, afrodiziakët, gjithë aty kishte, për shembull, specin djegës, kishte vaniljen, kishte kanellën, karafilin, pak edhe 5 bimë gjithsejt. Ku vëndin e parë, në ato bimë të zinte tribolis, ishte kjo epimedium macum, mungon të kjo trumza e Julianit, kjo mikromeria Juliana, e cila, tash kjo është në rritje e sipër, e ka më të ullët në nivelin e aromës, por është një bimë që rritet në majnë e shkëmbit. Dhe kjo, gjatë marrëdhënieve, kjo jep si thuash një kohë zgjatje të më tej se norma. Si çaj, mund ta përdorësh si çaj, mund ta hedhësh, kjo është si thuash në një familje me trumzën, por edhe trumza në atë gjuhën e saj latine, për shembull Satureia montana, forcë do të thotë, forcë. Pra një forcë nga mali. Pra edhe kjo është me vërtet forcë nga mali në marrëdhëniet në çift. Mikromeria Juliana, mund ta shkruaj njerëzit dhe do ta gjejnë në internet pa diskutim. Po, por ka disa tubere që unë i përmenda, për shembull, që është tartufi. Tartufin, të bardhin ose të ziun, mund ta agrim kështu në copa edhe ta vendosim. Për shembull, nëse do të hedhim afërsisht 30-40%. Pra këtu brenda mjaltit keni vendosur kemi një tartuf të grirë, po. Pra shiko, tash ja unë e përzjeva kështu. Dhe njeriu mund të marri pak nga ky mjalti dhe një copë tartuf sa një kokër lajthie. Edhe kjo fillon që na tregoj një përkujdesje edhe për sistemin nervor, edhe për rritjen e testosteronit dhe të potencës mashkullore. Po. Janë farat e kungullit, të cilat, ose dhe vaj kungullit, po farat në veçanti prania e zingut në të, ndihmon në rritjen e testosteronit. Atëre, sa mund të konsumojmë? Për një lugë gjellë në ditë, fara kungulli ishte mjaftueshme. Arra, për shembull, 4-5 kokra në ditë janë të mjaftueshme. Ndikojnë për sistemin nervor, ndikojnë edhe për anën tjetër hormonale. Mund të merret kjo rrënja e makës. Kjo maka bëhet një pluhur, për shembull, po. Ishte një agronome nga Dibra, më solli këto tuberet e kësaja, shumë herë më të mëdhaja se patatja e zakonshme, dhe kishte arritur që shiko, nga një lartësi 4000 metra, ajo kishte bërë në 800 metra mbi nivelin e detit. E ka rritet edhe këtu, në vendin tonë. Po. Ajo çfarë do, për shembull, që ta industrializoj pak, ta shtoj dhe pak si sipërfaqe, se kjo agronomia e bëri thjesht sa pranë eksperimentale, të marri një linjë tharje edhe bluarje, dhe kjo do t'ju vi shumë mirë në ndihmë njerëzimit. Me kos, në çaj, si përdoret? Më mirë tek kosi, ose nëse do t'i kemi kështu si zhardok, t'i marrësh edhe t'i grish, t'i bësh gjellë si patatja. Nëse do të përdorim shafranin e kuq, për shembull. Edhe ky ka një veçori, sepse jep sistemit nervor një rifreskim të tij dhe një ruajtje të një balance. Që do të thotë, ky do të më ruaj shumë mirë balancat hormonale, jo vetëm testosteronin, por edhe të tjerat. Dhe i ruan ato të forta, do me thënë, në qoftë se testosteroni do të degenerojë, që ta quajmë kështu, do të ulet,
Tullet vetëm nga mosha, nga rritja, nga plakja, por jo nga faktorët e tjerë. Ose të mos ta lëmë për shembull trupin të na dhjamoset, sepse po u dhjamos trupi, ajo yndyra e barkut që mbështjell për shembull këtë pjesën para mbrapa e kështu nuk diskutohet, atëherë kjo do të na çojë dashur pa dashur në uljen e testosteronit. Dhe nuk përmenda kotun atë forcën që thash, pra po të bëhen dhe ushtrime, edhe muskujt e barkut forcohen dhe bëhen. Po, sigurisht. Këto që përmendëm do japin ndikim, po ndikim më të madh është forca, peshat, aktiviteti, energjia. Ushtrimet fizike, marrëdhëniet e mira në çift, edhe rregullimi i këtyre ushqimeve. Unë do thoshja këto të treja janë 3 kolona që njeriu e mirëmban veten në mënyrë të mrekullueshme dhe pa i lejuar që këto hormonet të çalojnë ose të na degenerojnë në një krah tjetër. Çfarë ndodh ose pse disa meshkuj kanë gjoks femrash, kanë një gjoks të madh? Çfarë lidhje ka testosteroni apo hormonet e tjera? Dikush më thotë që po jam nisur për vajzë, po do la djalë. Jo. Testosteroni. Pra nuk është shëndet, por që kanë gjoks të zhvilluar. Është hormoni i testosteronit ka degeneruar në një hormon tjetër, në estradiol. Kjo tashin nuk është më masë muskulore, por është depozitimi një dhjami, ashtu si që depozitohet dhjami në pjesën e barkut, po ashtu depozitohet edhe tek gjoksi. Por estradioli tek kjo kategori njerëzish del e lartë. Si mund ta eliminojmë këtë gjë? Për shembull, nëse do bëjmë një dush, për shembull, në fund të dushit me ujin e nxehtë, i kalojmë trupit 10-15 sekonda në ujë të ftohtë. Kjo diferencë është një lloj shoku për trupin, por që është i shëndetshëm edhe për trurin, por gjeneron është i shëndetshëm. Pra fillon trupi ta mbledhi veten, ta rimarrë dhe ta riorganizoj vetveten. Edhe njëkohësisht lëkura e barkut fillon të kurret kështu në mënyrë uniforme dhe të menjëhershme, të trashet që edhe i ftohtit mos na depërtojë nëpër organe. Ndaj edhe mblidhet për të mbrojtur. Trupi mblidhet, por kjo diferencë ndryshimi e temperaturës, trupi jep komandën që truri dhe mëlçia pa tjetër të rrisin temperaturën e brendshme, duke marrë yndyrën, dhjamin e duke e kthyer në energji. Pra kjo ndodh kur nga i nxehtë kalojmë në të ftohtë apo nëse gjithë procesin e larjes ta zhvillojmë me ujë të ftohtë, sepse efekti besoj është nga i nxehtë. Kur është larje me ujë të ftohtë është një konstante. Kur kemi ndryshime, kjo është e mrekullueshme. Atëherë fillon të kurja. Patjetër organizmi sikur 2-3 gram, 5 gram dhjam do i marri ti djegi në çast për të mbrojtur. Po patjetër dhe këtë veprim e kryen mëlçia për të mbajtur temperaturën e trupit, se ne po e ulim për shembull nga 38, po e quajmë që është ujë i ngrohtë, po e çojmë në 20. Atëherë ky ndryshim duhet që organizmi t'i kundërpërgjigjet me një... Pra ai reagimi që ne bëjmë nga i ngrohti ose i vakti në të ftohtë është i mirë dhe për trurin, ju thatë, apo jo? Po nuk diskutohet, por estradioli nëse ka filluar që të rritet, dhe gjokset ka burra që ju varen shumë kështu dhe tunden si të grave, atëherë këto gjokset do fillojnë të rrudhosen dhe estradioli do fillojnë të zvogëlohet në përqindje. Që do të thotë, dashur pa dashur, organizmi do fillojnë të na rrisi pak testosteroni. A ka lidhje dhe pjesa e qimeve tek meshkujt me nivelin e testosteronit, pra mund të bëhet një dallim i tillë, meshkujt që janë një femër që, si thuash, ka shumë qime në fytyrë, në veçanti mjekra dhe mustaqa, e ka testosteronin të ngritur. Pra për te niveleve që duhet të ketë një femër? Mbi atë që thash, mbi 70 nanogram për decilitër. Kjo është e prirur që të ketë kështu mustaqe dhe mjekër. Ndërsa, një mashkull për shembull që nuk ka qime, duhet ta ketë testosteronin të ulët. Pa diskutim. Është pra edhe dallueshme në paraqitje. Po patjetër, pra nuk na ndikon estradioli në këtë rast, por estrogeni. Pra është ulur, është transformuar testosteroni në estrogen. Dhe këto qimet fillojnë të na rrallohen kështu. Fytyra merr një pamje femërore kështu. Edhe lëkura bëhet tamam e lëmuar dhe butë si e femrës. A mund të jetë e trashëguar kjo pjesa e niveleve të ulta, apo vetëm faktorët e jashtëm ndikojnë? Nuk diskutohet që mund të jetë e trashëguar. Pa diskutim që mund të ketë lidhje, por më së shumti unë them që njerëzit ja bëjnë vetes. Se ja dakord, po unë i pyes nga njerë kështu, sa vëllezër dhe motra e juve, dhe thot ai 5, 6, 7. Do me thënë që
prindrit e ti kanë patur probleme me fertilitetin. Hiq fare. Ndërsa në ditët e sotme, fertiliteti për shkak të shumë faktorëve që u përmendë edhe këtu pjesa e konsiderueshme. Pra jemi në rrugë drejt një infertiliteti. Si nga ana e meshkujve, po ashtu dhe nga femrat të cilat kanë probleme të tjera që lidhen me balancën hormonale, me dirigentët e trupit tonë, por që faktorët janë të njëjtë, shkaktarët janë të njëjtë, po kjo pjesa e parfumit duhet patur parasysh edhe sprucimi në lëkurë, për shembull, sepse shumica që kanë dëgjuar tani nuk dorim pa u lyer thonë me parfum. Nëse parfumin ne sprucojmë në rroba apo në flok, a ka ndikim të drejtë për drejtë në prishjen e balancës hormonale? Po pa tjetër, sepse ne e përmendëm këtë që ky parfumi do të thithet nga hunda, do të absorbojë, edhe në flok edhe në do të ngacmojmë pak sistemi nervor, dhe sistemi nervor bie në atë kënaqësinë e tij, thotë oj, pas ka në rregull punën. Por pe di që i ka ardhur ujë brenda dhe pra bie poshtë dhe kjo teoria që në lëkurë ose në rroba, se vjen përmes aromës. Tani doktor, kemi një foto? Të zgjedhim çfarë parfumi do të përdorim. Unë i di edhe çunat e kështu, edhe botën e tyre e kuptoj e kështu, duar nga ato që janë shpërthyese, por në të vërtet, unë do t'i adresoja drejt parfumeve natyrale. Sikur të këto dyqanet që janë kështu, për shembull, ti thot, a mund të më bësh një parfum, po me çfarë, me alkool, me këto esencat 1, 2, 3, 4 bim, dhe do t'ishte shumë herë më i mirë se sa një parfum shumë herë më i shtrenjtë. E kuptova. Kemi një foto që tregon një kavanos që ju e keni përgatitur ndoshta për ndonjë rast specifik të ndonjë pacienti që vjen tek ju me testosteron të ulët. Çfarë i keni përgatitur atij? Shiko, aty ka mjalt dhe janë të shtresëzuara, si thua, ara, bajame, lajthi, ka stika të qëruara aty në brendësi të tij, dhe kjo mund të konsumohet një lugë gjelle në mëngjes. Në mënyrë sistematike? Në mënyrë të vazhdueshme. Ai mund t'i grisë, nuk i duhet për foto artistike, por i merr i grin dhe i përzihen me mjaltin dhe i konsumon kështu. Krahas ushqimeve të tjera, qumshti i bletës, doktor, duke qenë se ju tham dikon tek rritja e testosteronit, sa herë në vit duhet të konsumohet dhe sa muaj gjatë vitit? Persona të tillë mund të marrin edhe 5 shiringa në vit, edhe 6, dhe asnjëherë nuk bëjnë keq. Le të marrim një larvë blete të vogël që noton në pështym, që është sa një pikël pështyme e vogël, dhe kjo noton në qumshtin e bletës, derisa kjo bëhet larvë e madhe. Atëherë, bëjmë raportin neve. Qumësh blete aty mund të ketë, le të themi, 200 mg, e pesha e saj mund të jetë në fillim 1 miligram. Kjo rritet, noton të ushqehet vetëm me këtë, dhe këto që e kanë fatin të ushqen me qumshtin e bletës, jetojnë 6 vjet. Këto janë mbretëreshat. Ato që ushqen me qumshin e bletës punëtore, jetojnë deri në 60 ditë. Pra shiko çfarë diference. E kuptova. Faleminderit doktor, besoj se dham një informacion të qasjes natyrale për rritjen e testosteronit dhe këshillat të merren parasysh. Beseda do të jetë edhe në YouTube-in e Reze Dielli, në kanalin ton zyrtar, po ashtu edhe në rrjetet tona sociale. Ju falenderoj dhe ju uroj ditë të mbar. Patjetër. Përshëndetemi edhe me publikun ton. Faleminderit që na ndoqët. Shihemi nesër me Reze Dielli.